Bisedimet për arritjen e një marrëveshje midis Shtetit të Bashkuar dhe Iranit, sipas një raporti të CNN-it, që citon një burim diplomatik, mbeten në rrugën e dur pavarësisht shkëmbimit të fundit të sulmeve. Shkëmbimi i sulmeve midis SBA-s dhe Iranit vazhdon për të dytën ditë radhasi, pasi presidenti amerikan Donald Trump paremëroi se Washingtoni do ndërmarrë sulme të tjera nëse Teherani nuk pranon menjëherë marrëveshjen e paqes. Komanda qendrore e Shtetit të Bashkuar CENTCOM tha se forcat amerikane goditën disa objektiva ushtarake në Iran nga mbrëmë deri në orët e para të ditës së sotme, duke i përshkruar sulmet si akt vendmbrojtje pas rrëzimit të një helikopteri amerikan në ngushticën e Hormuzit. Më herët Trump deklaroi se Irani kishte marrë shumë kohë për të negociuar një marrëveshje dhe do të mund të paguante një çmim. Bisedimet që nga armëpushimi i prillit të ndërmjetësuar nga Pakistani janë përqendruar në përfundimin e përhershëm të luftës që filloi me 28 shkurt, rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe arritjen e një konsensusi mbi programin bërthamor të Iranit.